Një ndërhyrje e rëndësishme për pastrimin e kanaleve kulluese po realizohet në fshatin Trush në njësinë administrative Bërdic. Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Bordin e Kullimit po pastron kanalin kryesor në këtë zonë. Banorët e zonës thonë se për 30 vitesh nuk është bërë asnjë ndërhyrje për pastrimin e tij. Kja shumë punë e mirë që e bojnë. Pastrimi për do pastrim. Dasha higjen është për të tana. Vjen për të kohë handrako e fsi dhe me të rina, se që apo? Ashtë i në fije. Shumë keq, pa pastrim, shumë keq. Si s'ka pa pastriti kja tonë këtë plesja këtu më. Jo, ma kështë shërben shumë për ne, se këtu është 30 vjetë pa pastruesirë. Për ne janë të bo punën më të mirë. Nuk e di ma ato bo bashkia, shtetja, kështë si ato, bo ato punu mirë. Farëm në rëshpëritë në, ka e ti blokum kanari, edhe me të rinat si rinë të jallë njerëzit vinë të na pështetën të janë pështetë për gardhise këtu të na. Tash është bo mirë kja punë. Inshallah nuk hellin e njerëzit mo me të rina. Ka edhe 1200 metra për këtu, po ka një sprite të rruga kryesore në Beldoj, për në Beldoj, edhe shkën derte, si i thojmë në derte kompleksi. Ashtë pastru para 2-3 vjetë vëdhëna, tash dënë me bashku, me këtë pjesë si kam jetë. Por që dhe në vite sa të dësh, si gjo se sa vite ko se i pasru. Punën më të mirë kanë mos janë të pasru. Se bon gjithë pa me të rinë që gjithë që ka pas men. Po t'i kur është i pa pastru, të në më të nolli më dhej. Tesh, i shoka pa pastrujnë pak të ndaj në fund. Për disa vite me radhë, ky kanal qëndroi pa pastruar nga metërinet e shumtash, ishet plastike deri tek bimësia. Si pasojë mungesës së një pastrimi, ky kanal ishte kthyer në një kolektor mbetjesh. Kanali kullues tashmë i është nështruar pastrimit të plotë të tij, i cili fillon që nga fshati Beltoj e përfundon pranë urës së Xhululit. Pastrimi i këtij kanali do bëjë të mundur mbledhjen e ujrave të disa fshatrave, duke evituar në këtë mënyrë edhe përmbytjet e tokave bujqësore të zonës së Nën Shkodrës.